Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama dhe kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis zhvilluan takimin e parë zyrtar pas tensioneve të viteve të fundit. Takimi u mbajt në Athinë në kuadër të forumit ekonomik Delfi. Të dy liderët shprehan gatishmëri për të lënë pas mosmarrëveshjet dhe për të forcuar bashkëpunimin. Në fokus mbeti dhe mbështetja e Greqisë për integrimin evropian të Shqipërisë. Pas një periudhe të gjatë marrëdhëniesh të tensionuara të kulmuara në vitin 2023 me çështjen e Fredi Belerit, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe homologu i tij grek Kyriakos Mitsotakis kanë zhvilluar në Athinë takimin e parë zyrtar pas disa vitesh. Ky takim sinjalizon një përpjekje të re për të rikthyer normalitetin dhe për të çuar përpara marrëdhënie dypalshe. Gjatë deklaratave për media, Rama nuk e fsheu lehtësimin për tejkalimin e krizës së kaluarës, duke theksuar se kjo i hap rrugë një komunikimi më të shpeshtë dhe më konstruktiv mes dy vendeve. Faleminderit shumë, edhe për t'ju thënë të vërtetën ndjehemi lehtësuar që ajo që duhet të lihej në të kaluarën ka mbetur në të kaluarën, sepse kjo më jep mundësinë të vi më shpesh në vendin tuaj të bukur, të cilin e dua. Është gjithmonë kënaqësi t'ju mirëpres në Athinë, i dashur Edi, me rastin e pjesëmarrjes suaj në forumin ekonomik Delfi. Të dy liderët shprehan gatishmërinë për të vijuar dialogun mbi çështjet e hapura dhe për të punuar drejt një dokumenti të ri partneriteti strategjik i cili synon të adresojë të gjitha temat e mbetura pezull. Besoj se ende kemi një mundësi të rëndësishme për të zgjidhur çështjet e pasgjidhura që kanë të bëjnë me marrëdhëniet tona dypalshe dhe për të vendosur miqësi të vërtetë midis dy popujve tanë. Prandaj është një mundësi e shkëlqyer për t'ju mirëpritur përsëri në Athinë dhe e di që ju vërtet e shihoni ardhjen këtu. Ndërkohë, dua t'ju falenderoj sinqerisht për mbështetjen, e vlerësojmë shumë dhe po, jemi shumë të etur të vazhdojmë dhe të përfundojmë atë për të cilën kemi rënë dakord së bashku, një dokument të guximshëm, partneriteti strategjik, ku të gjitha çështjet adresohen dhe nuk ka më çështje të pasgjidhura midis nesh, ndërsa duam të bashkohemi me Bashkimin Evropian dhe ta bëjmë këtë rajon shumë të rëndësishëm edhe në këtë nivel. Një nga temat kryesore diskutimi ishte dhe rrugtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, ku Mitsotakis rikonfirmoi mbështetjen e Greqisë për procesin e integrimit. Ai vlerësoi përparimin e bërë dhe theksoi se bashkëpunimi mes dy vendeve mbetet kyç për stabilizimin dhe zhvillimin e rajonit. Takimi u zhvillua në një atmosferë të çliruar, ku nuk munguan edhe momentet informale. Rama kërkoi ndjesë për veshje jo formale, ndërsa Mitsotakis e vlerësoi stilin e tij duke e cilësuar si një element dallues. Përsëri shumë faleminderit zoti kryeministër, është një nder të jem këtu dhe kërkoj ndjesë që nuk u vesha i zyrtarisht sa ju, sepse nuk e prisja një pritje të tillë. Prandaj shpresoj që media greke të mos e perceptojnë ndryshe, përveç se si mungesë informacioni të mirë nga protokolli im. E dim që je gjithmonë shumë kreativ në mënyrën se si vishesh dhe kjo na pëlqen. Ky komunikim më i hapur dhe miqësor shihet si një sinjal pozitiv për një fazë të re të marrëdhënieve shqiptaro-greke. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj sekuestrimeve të pasurisë së dosjes së Akshit. Ai kritikoi faktin që Ergys Agaçi vijon të jetë i lirë. Berisha kërkoi ndërhyrjen e Komisionit Evropian për më shumë transparencë. Opozita paralajmëron vijimin e protestave kundër qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj vendimit të gjykatës së posaçme për sekuestrimin e pasurive të personave të përfshirë në dosjen hetimore që lidhet me tendera në Aksh. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, ai vuri në dukje se një nga emrat kryesor të çështjes, Ergys Agaçi, vijon të jetë i lirë pavarësisht hetimeve dhe shpadhjes në kërkim. Se këtu s'kan fut fabrikën e duhanit të blerë për e ti, e shumë gjëra tjera i kanë kursye. Të Ergys Agaçi, i cili me datën 19 prill shëtiste i shoqëruar nga 2 makina policie, jo nga një. Dhe pasuritë e tij konfiskohen 3-4 muaj. Ky vet 3-4 muaj pasi është shpallë në kërkim. Berisha lexoi edhe pasuritë që janë sekuestruar ish drejtoreshës së Akshit, Mirlinda Karçanaj. Sipas hetimit parapraksës është përfundimtar, rezulton se Mirlinda apo Prestenomi i lindës së Surrelit ka apartament në rrugën Dervishima, ka Titet, ka apartament, ka pasurin në rrugën e Kavajs, 73 metër katror tjetër apartament, ka në Qerret
vil, një tjetër s'po e gjenë se kujt është ajo e palasit, ka dhe një ullishte, 1500 metër katror, ka dhe autovetur, se nuk ishte as vetur, thoshte Rama, për te, ishte gjora jo. Ka autovetur, po këte duket e ka dhuru Rama, e ka dhurat nga Rama këte autovetur, pra nëjë s'ka, në shku e di taj që s'ka. Pra, modeli Tiguan ka llogari bankare në BKT, dhe një seri llogarish bankare në OTP Bank. Kjo është o dashur pensionist, o dashur qytetar e varfra e Edi Ramës, e gjora. Në fjalën e tij, Sali Berisha u ndale dhe te procesi integrimit evropian, duke theksuar se Partia Demokratike mbështet një integrim të bazuar në merit dhe standard. Shqiptarët dhe unë i bëj thirrje Komisionit Evropian të vendosë si kusht bashkëpunimin e Shqipërisë me Prokurorinë Publike Europiane, si një kusht i domosdoshëm për transparencën e përdorimit të parave të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Unë e di se ajo prokurori funksionon për vendet anëtare, por mendoj se në rastet të tilla ku prokuroria e vendit bllokohet, është e domosdoshme që të paktën për fondet e Bashkimit Evropian, Shqipëria të jetë detyruar të ketë për t'i dhënë akses të plot Prokurorisë Publike Europiane. Isha ngriti gjithashtu shqetësimin për mungesën e hetimeve të thedhuara në disa çështje të mëparshme, duke theksuar nevojën për transparencë dhe përgjegjësi më të madhe nga institucionet shqiptare. Në fund, ai paralajmëroi vimin e aksionit opozitar, ndërsa mbetet ende e paqartë data e protestës së radhës kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. SPAK ka sekuestruar rreth 40 milion euro pasuri në kuadër të hetimeve për dosjen e Akshit. Ish drejtoresha Mirlinda Karçanaj dyshohet e përfshirë në një skem korruptive. Në hetime janë edhe biznesmenët Ergys Agaçi dhe Ermal Beshiri. Prokuroria flet për korrupsion dhe pastrim parash në disa kontrata publike. SPAK ka thedhuar hetimet për një nga dosjet më të mëdha që lidhet me tenderat dhe kontratat publike në fushën e teknologjisë, duke sekuestruar pasuri me vlerë rreth 40 milion euro. Përfshir prona dhe llogari bankare të lidhura me disa persona të dyshuar. Hetimi lidhet me aktivitetin e Akshit dhe kontratat të dyshuara të favorizuara gjatë viteve të fundit, lidhur me të ardhurat e palishme të përfituara në formë korruptive nga hetuara Mirlinda Karçanaj. Ekzistojnë dyshime të bazuara në prova të cilat e analizuara në harmoni me njëra tjetrën, bëjnë të besohet fakti se ajo vlerën prej 200.000 euro në mënyrë indirekte e ka marrë nga shtetasja Ariola Koromani nëpërmjet shtetasit Daniel Shima. Në disa raste ka marrë kuti vere të mbushura me kartë monedha euro të prerjeve 100, 200 dhe 500, si dhe ka përfituar nga persona të tjerë lidhur me shtetasin Ermal Beshiri dhe Ergys Agaçi, ku përmendim blerjen e 3 pasurive të paluajtshme, 2 në Tiranë, 2 në Qerret, thuhet në dosjen e SPAK. Një e dhënë interesante është një faturë e gjetur në një nga vilat që SPAK i sekuestroi Agaçit për vlerën marramëndse të pijeve alkolike që ai kishte në pronësi. Gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet e Equos Resort u konstatuan disa arka druri brenda të cilave ndodheshin disa shishe verë dhe shampanjë, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Arsyetohet se vlera e këtyre pijeve alkolike arrinte deri në afërsisht 950.000 euro, theksohet në dosjen e SPAK. Në kuadër të operacionit, SPAK ka sekuestruar edhe pasuri luksoze, përfshirë një sasi të madhe pijesh alkolike me vlerë të lartë të gjetura në ambientet e resortit. Sipas prokurorisë, në total janë evidentuar 52 pasuri të sekuestruara ose të evidentuara në ndalimet transaksioni, ku 27 i atribuohen Ergys Agaçit, 5 Ermal Beshirit dhe 4 Mirlinda Karçanaj, ndërsa pjesa tjetër lidhet me pasuri bankare dhe struktura të tjera financiare. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrjetet e dyshuara të përfitimit dhe kontratave publike. Një konflikt i hershëm ka përfunduar me vrasjen e Endri Goxhait në Memalia. Autorët e dyshuar janë 2 vëllezërit, Donaldo dhe Maria Aldonela, të shpallur tashmë në kërkim. Është plagosur rënd edhe vëllai i tyre Dalinela. Policia ka shoqëruar disa persona dhe po vjon hetimet për ngjarjen.
Një ngjarje e rëndë kriminale është regjistruar në Memaliaj ku një konflikt i hershëm mes dy grupeve ka përfunduar me vrasjen e 30 vjeçarit Endrit Goxhaj brenda një lokali. Sipas hetimeve paraprake, autorët të dyshuar janë Donald Donela, 29 vjeç, dhe vëllai i Marial Donela, të dy aktualisht në kërkim nga policia. Gjatë përplasjes me armë zjarri është plagosur ende dhe vëllai tjetër i tyre, Dali Nela, 25 vjeç, i cili raportohet se ka marrë 4 plumba në pjesë të ndryshme të trupit, përfshirë mushkrit, barkun dhe shpretkën. Ai ndodhet nën kujdesin mjekësor, ndërsa gjendja e tij mbetet e rëndë. Nga veprimet hetimore rezulton se ngjarja ka ndodhur pas një përplasje mes dy grupeve të ndryshme, ku të dyja palët kanë shkëmbyer zjarr brenda lokalit. Si pasojë e kësaj përplasjeje, përveç viktimës, është plagosur edhe një prej anëtarëve të grupit tjetër. Deri tani, policia ka shoqëruar 6 persona për t'u marrë në pyetje. Urimet pranë hetimeve bëjnë me dije se konfliktet mes palëve janë të hershme dhe dyshohet se lidhen me aktivitetet palishme, përfshirë trafikun e lëndëve narkotike. Donald Donela rezulton me precedent penal dhe më herët ka qenë i përfshirë në një grup të strukturuar kriminal i goditur nga policia në vitin 2018. Po ashtu, ai është hetuar edhe për një grabitje një pikë këmbimi valutor në Tepelen, ndërkohë i plagosuri, Dani Nela, raportohet se ka lidhje familjare me një fiz të njohur në zonë, i cili është përmendur më herët në përplasje të ndryshme kriminale në vend. Për zbardhjen e plotë të ngjarjes, policia ka marrë në pyetje dëshmitar dhe familjar, të cilët deri tani kanë deklaruar se nuk kanë ndjeni për konfliktin. Hetimet vijojnë dhe pritet të merret në pyetje edhe i plagosuri Dali Nela sapo zgjendja e tij shëndetësore të përmirësohet. Kreu i Inspektoriatit të Përgjithshëm Dashnor Sula ka folur për forcimin e kontrollit ushqimor në vend. Ai konfirmoi masa disiplinore me rastin e misrit të kontaminuar në Shkodër. Sula theksoi rëndësinë e inspektimeve të befasishme dhe raportit nga qeveria. Në fokus mbetet gjithashtu edhe digitalizimi i sistemit të kontrollit. Kreu i Inspektoriatit Përgjithshëm Dashnor Sula ka deklaruar se siguria ushqimore mbetet një nga prioritetet kryesore të institucioneve kontrolluese, duke theksuar nevojën për rritjen e efikasitetit dhe transparencën në treg. Deklarata u bën pas një takimi me Inspektoriatin e Qarkut të Korçës. Sula bëri të ditur se janë marrë disa masa konkrete pas rastit të futjes në treg të misrit të kontaminuar me aflatoksin P1 në Shkodër, ku janë shkarkuar 10 inspektor. Sipas tij, këto masa janë pjesë e një procesi reformimi që synon forcimin e kontrollit dhe rritjen e përgjegjshmërisë të strukturave inspektuese. Ne si Inspektorati i Përgjithshëm kemi vendosur që në disa subjekte të padeklaruara dhe të painformuara nga inspektoratet e zonës këtu do të shkojmë bashkë me to për të hyrë dhe për të bërë inspektim pikërisht. Kemi përzgjedhur edhe linja prodhimi, kemi përzgjedhur edhe supermarkete, pikërisht për të qenë një inspektim i rastishëm, një inspektim urgjent, rrufeshëm, për të bërë të mundur që nëse ka apo nuk ka shkelje. Në fund, Dashnor Sula u ndal dhe të procesi i digitalizimit të sistemit të inspektimeve, duke konsideruar atë një hap të rëndësishëm për rritjen e transparencës dhe efikasitetit në monitorimin e tregut ushqimor në vend. Do ndjeki gjurmëshmërinë nga 5 produkte, në mëzëmët 3 ose 4 janë importi, që do të thot hyrja në pikën doganore të kapshizës juaj, apo të qafët thanës në Progrades, apo në pikët e tjera doganore. Është shumë rëndësishme që ne të kemi gjurmëshmërinë nëpërmjet sistemit, që do të thot pra që dihet si ka hyrë, në çfarë certifikate ka ardhur, çfarë sigurie ka dhe afati kohor i tij që do duhet të qarkullojë në treg. Komisioni Shqiptar i Helsingut ka reaguar ashpër për mbajtjen e të paraburgosurve në kafat gjatë seancës gjyqësore. Sipas Komitetit Shqiptar të Helsingut, kjo praktikë cënon të drejtat e njeriut dhe prezumon pafajësinë. Organizata kundërshton argumentet e gjykatës së posaçme për përgjegjësinë e burgjeve. Rasti lidhet me proceset ku përfshihen Ilir Beqaj dhe Ilir Meta. Komiteti Shqiptar i Helsingut ka ngritur shqetësim të fortë lidhur me praktikën e mbajtjes së të paraburgosurve në kafaz gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore, duke cilësuar atë si një shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit dhe standardeve ligjore në fuqi. Reagimi vjen pas ankesave të bëra nga avokatët mbrojtës në disa procese gjyqësore. Sipas organizatës, rasti konkret lidhet me ankesën e avokatit të Ilir Beqajt, i cili ka ngritur shqetësime se klienti i tij është mbajtur në kafaz sigurie gjatë seancave, fillimisht metalik dhe më pas prej xhami, duke vështirësuar ndjeshëm komunikimin me mbrojtjen
mbrojtjen. Një kërkesë ngjashme është paraqitur edhe nga mbrojtja e Ilir Metës, e cila ka argumentuar se kjo praktikë cënon të drejtat kushtetuese dhe standardet ndërkombëtare për një proces të rregullt ligjor. Gjykata e posaçme ka rrëzuar këto ankesa duke argumentuar se vendosja e të paraburgosurve në kafaz nuk është kompetencë e saj, por e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Megjithatë, komuniteti i Helsingut e kundërshton këtë qendrim duke theksuar se sipas kodit të procedurës penale është pikërisht gjykata ajo që ka përgjegjësinë për drejtimin e seancës dhe ruajtja e rendit në sallë. Organizata argumenton se legjislacioni shqiptar nuk parashikon shpërdorimin e kafazit si mas standarde në sallën e gjyqit dhe se i pantehuri duhet marrë pjesë në proces si person i lirë edhe kur është në paraburgim përveç rasteve kur pengon zhvillimin normal të seancës. Në reagim theksoi gjithashtu se kjo praktik bie në kundërshtim me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, e cila në rast më parshëm ka vlerësuar se mbajtja e pandehorëve në kafaz përbën trajtim poshtërues dhe cënon të drejtën për një proces të rregullt. Në përfundim, Komiteti Shqiptar i Helsingut i bën thirrje institucioneve shqiptare përfshirë gjykatat që të respektojnë standardet e Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit dhe të garantojnë një proces të drejtë duke shmangur praktika që synojnë dinjitetin dhe të drejtën themelore të individit. Serian Mazreku merr drejtimin e burgut të Durrësit pas një serie ndryshimesh. Ai zëvendëson Edmond Llabanin, i cili ndroi jetë pas një sëmundje. Emërimi vjen pas arrestimit të ish drejtorit Indrit Sërloj. Mazreku ka eksperiencë në administratë dhe në fushën ligjore. Serian Mazreku është emëruar drejtori i ri i burgut të Durrësit, duke marrë drejtimin e këtij institucioni në një moment të rëndësishëm pas disa zhvillimeve në struktura drejtuese. Emërimi i tij u bë në kuadër të ndryshimeve në institucionet e vuajtjes së dënimit. Mazreku vjen në këtë detyrë me eksperiencë në administratë dhe në fushën ligjore. Ai aktualisht është antar i Këshillit të Portit të Durrësit dhe ushtron profesionin e avokatit, ndërsa më herët ka drejtuar për rreth 8 vite njësinë administrative numër 6. Ai zëvendëson në këtë detyrë Edmond Llabanin, i cili ishte komanduar si drejtori i burgut që prej 15 janarit, por ndroi jetë pas një sëmundje të rëndë. Para tij, drejtimi i institucionit ishte në duart e Indrit Sërlojit, i cili u arrestua pas arratisjes së dënuarit Altin Doci, një ngjarje që ngriti shqetësime mbi sigurinë në këtë institucion. Prezantimi i Mazrekut u bën nga Adriati Kupi, ndërsa pritet që drejtori i ri të përballet me sfida që lidhen me përmirësimin e menaxhimit dhe garantimin e sigurisë në burgun e Durrësit. Bordi i Transparencës ka vendosur rritjen e çmimit të karburantit në të gjithë vendin. Nafta është rrituar me 5 lekë për litër duke arritur në 202 lekë. Edhe benzina ka pasur rritje duke u shitur tashmë me 176 lekë për litër. Autoritetet paralajmërojnë masa të rrepta të subjektit që nuk zbatojnë vendimin. Rritjet e reja janë reflektuar në tregun e karburantit në vend pas vendimit të fundit të Bordit të Transparencës, i cili ka rishikuar çmimet e shitjes si me pakicë ashtu dhe me shumicë. Sipas këtij vendimi, nafta është rritur me 5 lekë për litër duke arritur në nivelin prej 202 lekësh nga 197 lekë që ishte më parë. Në të njëjtën linjë, edhe benzina ka pasur një rritje duke u tregtuar tashmë me 176 lekë për litër nga 172 lekë që ishte me vendim të mëparshëm. Këto çmime do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit, ku pritet të reflektojnë zhvillimet e mëtejshme në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Institucioni përgjegjës përfshi Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë kanë theksuar detyrimin ligjor që të gjithë operatorëve për zbatuar këto çmime të përcaktuara. Autoritetet kanë paralajmëruar se çdo shkelje e këtij vendimi do të shoqërohet me masa ndëshkuese deri në pezullimin e aktivitetit për subjektet që nuk respektojnë çmimet e vendosura. Vendimi synon të ruajë stabilitetin në treg dhe të shmangë abuzimet me çmimin për një periudhë të ndjeshme për sektorin energjetik. Avokatët e Laert Haxhis kanë kërkuar në gjykatë thirrjen e 60 dëshmitarëve në procesin e tij për krime të rënda. Ai akuzohet për vrasje, atentate në grabitje dhe armë. Procesi po zhvillohet i ndarë nga pjesa tjetër e grupit. Seanca e radhës është caktuar me 29 prill. Avokatët mbrojtës të Laert Haxhiut kanë depozituar në gjykatë një kërkesë për thirrjen e 60 dëshmitarëve në proces gjyqësor ndaj tij, i cili po zhvillohet në një sër veprash të rënda penale. Haxhiu akuzohet për përfshirje në vrasje, atentate me armë zjarri, shpërthime me tritol dhe grabitje të armatosur, duke u konsideruar si një nga çështjet më të rënda të hetuara nga drejtësia shqiptare. Procesi ndaj tij po zhvillohet i veçuar nga pjesa tjetër e grupit kriminal që dyshohet se drejtonte, pasi hetimet u thedhuan pas bashkëpunimit të një prej anëtarëve të
të bandës Artan Tafani, i cili ka planuar të bashkëpunojë me drejtësinë dhe ka rrofyer një sër ngjarjesh kriminale të grupit. Ky zhvillim ka ndihmuar në zbardhjen e një pjesë të konsiderueshme të aktivitetit të dyshuar kriminal. Lertexhiu, i cili mbahet në burgun e sigurisë së lartë në Drenov, nuk ishte i pranishëm në seancën e fundit gjyqësore. Gjatë saj, mbrojtja paraqiti listën e dëshmitarëve që kërkon të thirren, ku mes tyre përmenden edhe emrat e njohur publik, përfshirë babain e reperit Noizi dhe Kleviol Ahmetaj, i cili është ekstraduar së fundmi nga Dubai. Nga ana tjetër, prokuroria e posaçme ka kërkuar që seanca e radhës të nisë me dëshminë e bashkëpunëtorit të drejtësisë Artan Tafani, duke konsideruar atë një dëshmitar kyç në zbardhjen e aktivitetit të grupit kriminal. Gjykata ka caktuar vijimin e procesit në 29 prill, ku pritet të përcaktohet edhe dinamika e marrjes në pyetje të dëshmitarëve të kërkuar nga mbrojtja. Policia e Tiranës ka finalizuar një operacion pas një hetimi 3 mujor kundër shpërndarjes së drogës. Në pranga janë vënë 15 persona, ndërsa janë lëshuar 36 masa sigurie. Një pjesë e të dyshuarve vijojnë të jenë në kërkim. Gjatë aksionit u sekuestruan sasi të mëdha droge, armësh dhe parash. Një operacion i gjerë antidrogë zhvilluar nga policia e Tiranës duke goditur disa grupe që merreshin me shpërndarjen e lëndëve narkotike në zona të ndryshme të kryeqytetit. Aksioni erdhi pas një hetimi të zgjatur rreth 3 muaj, gjatë së cilës janë dokumentuar aktivitetet palishme të personave të përfshirë. Si rezultat i operacionit janë arrestuar 15 persona të dyshuar si pjesë e rrjetit, ndërsa në total janë lëshuar 36 masa sigurie. 5 prej këtyre masave ishin ekzekutuar gjatë fazës hetimore, ndërkohë që 16 të tjerë vijojnë të jenë në kërkim nga policia. Sipas të dhënave paraprak të arrestuarit vepronin si në bashkëpunim me njëri tjetrin në kuadër të grupeve kriminale, ashtu edhe në mënyrë të pavarur. Aktiviteti i tyre përfshin shpërndarjen e lëndëve narkotike në ambiente të ndryshme, kryesisht në lokale lagje të populluara të kryeqytetit dhe në disa raste edhe pranë institucioneve arsimore. Gjatë kontrolleve të ushtruara, policia ka sekuestruar rreth 60 kg kanabis sativa, 2 kg kokainë, 4 armë zjarri, si dhe një shumë të konsiderueshme parash të dyshuara se të përfituara nga aktiviteti kriminal. Vurim me pranë uniformave blu bën me dije se hetimet tashmë janë zgjeruar për të identifikuar dhe goditur persona që furnizojnë këtë rrjet me lëndë narkotike, ndërsa policia pritet të ketë zhvillime të tjera në vijim. Ecime të tjera zhvillime, Albin Kurti ka deklaruar se Kosova mund të përballet me zgjedhje të njëpasnjëshme nëse nuk arrihet një marrëveshje për presidentin. Avati kushtetues për zgjedhjen e kreut të shtetit skadon në 28 prill. Ai tha se mungesa e konsensusit po e çon vendin në krizë politike. Deklaratat erdhën pas dështimit të bisedimeve me opozitën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar se vendi mund të detyrohet të shkojë në zgjedhje të njëpasnjëshme parlamentare nëse partitë nuk arrin një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri. Sipas tij, mungesa e konsensusit politik po krijon një situatë të bllokuar që mund të sjellë kosto të larta financiare dhe paqëndrueshmëri institucionale. Kurti e bëri deklaratë pas një aktiviteti publik në Prishtinë ku theksoi se zgjedhjet e reja do të kushtonin 10 milion euro dhe se vendi rrezikon të hyjë në një cikël të vazhdueshëm zgjedhor. Ai nënvizoi se zgjedhja e presidentit kërkon 80 deputet në sallë për korumin, ndërsa asnjë parti nuk ka shumicën e kuvendit me 120 vende. Avati kushtetues për zgjedhjen e presidentit skadon me 28 prill dhe nëse nuk arrihet marrëveshje deri atëherë, Kosova do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme brenda 45 ditësh. Situata është bërë më ndërlikuar pas dështimit të bisedimeve mes Albin Kurtit dhe liderëve të opozitës, Bedri Hamza i PDK-s dhe Lumir Abdigjiku i LDK-s, të cilët hodhën poshtë ofertat e kryeministrit për bashkëqeverisje dhe poste institucionale. Përpjekjet për kompromis kanë ndërtuar në disa raunde, përfshirë propozime për ndarje e posteve qeveritare në drejtim të kuvendit. Pas këtyre zhvillimeve, opozita ka deklaruar se nuk sheh më hapësirë për negociatat, ndërsa situata politike mbetet e bllokuar. Ndërkohë, pas përfundimit të mandatit të presidentes Vjosa Osmani, detyrën e ushtruese së presidentit e ka marrë kryetaria e kuvendit Albulena Haxhiu. Ajo ka bërë thirrje për arritjen e një konsensusi politik për të shmangur zgjedhjet e reja dhe për të siguruar stabilitet institucional në vend. Gjykata kushtetuese ka përcaktuar 28 prillin si afatin përfundimtar për zgjedhjen e presidentit, duke e bërë këtë çështje një moment kyç për të ardhmen politike të Kosovës. Të nderuar teleshikues, do të njehemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 23 prill 2026 do të karakterizohet nga përmirësimi i kushteve atmosferike duke sjellë mot me kthjellime dhe vranësira të pakta në disa zona. Paraditja do të jetë me alternime mes diellit dhe vranësirave, ndërsa në disa zona lindore priten vranësira më të theksuara. Pasditja vijon me intervale të gjata me diell sidomos në zonat bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:42 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 18 gradë Celsius. Kukës 4 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 19 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 17 gradë Celsius. Berat 9 deri në 18 gradë Celsius. Korç 2 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 16 gradë Celsius. Sarand 10 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 23 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:35 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:33 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 4 deri në 14 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 12 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 14 gradë Celsius. Pej 4 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 15 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj 5 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 12 gradë Celsius. Suharek 4 deri në 15 gradë Celsius. Prizren 5 deri në 13 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita, bashkë me Ruta Kofshim në edicionin e ardhshëm.